Zjarri që përfshiu fushat në fshatin të Artës ka djegur sipërfaqe të mëdha me ara dhe kultura bujqësore. Sipas zjarrfikësve dhe komunës, shkak kryesor dyshohet të jetë faktori njeri. Një siti territorial kundër zjarreve ka intervenuar për rreth 5 deri në 6 orë me të gjitha kapacitetet. Parafërsisht, domethënë diku te 5 deri në 6 orë kemi qenë në këtë terren këtu. Gjitha kapacitetet të cilët i ka stacioni i të Arcës edhe stacioni të Tetovës, domethënë jemi përfshi gjithë këtu. Gjithashtu edhe në vende tjera kemi pasur zjarre në natyrë të hapur, domethënë gjithandej gjen në Tetovë. Diku te rreth 10 thirrje për zjarre kemi pas në qendrën tonë. Domethënë këtu kemi diku te 30 intervenime vetëm nën stacioni i të Arcës që i ka bë gjatë kësaj periudha, po brenda një muaji. Stacioni i Tetovës përfshi edhe stacionin e Bukovinës, domethënë kemi dikundi rritje enorme të zjarreve. Dihet që faktori njeri është ai kryesori, mirë po, hudhje e gjesendeve, qelçeve nëpër vend e pa vend, domethënë ajo edhe ato shkaktojnë një zjarr të përmasave të llojit të tillë. Kryetari i Arcës Daud Memiqi tha se fakti që zjarri është përhapur në disa pika ngre dyshime për zjarrvënie të qëllimshme dhe paralajmëroi përgjegjësi ligjore për autorët. Ditën e djeshme do thotë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet Facebookut u bëra një thirrje nga fushat e fshatit të Arcës që ndodhen në komunën e të Arcës. Kishte do të thotë përmasa të mëdha të zjarrit të përhapura në fushat tona. Fatkeqësisht nuk kemi konstatuar, por nga vërejtjet e para, do thotë edhe ekipët e zjarrfikësit kur arritën në vend, zjarri vetëm se ishte i përfshirë në 4 pika të ndryshme dhe kjo nuk kupton që ka qenë zjarrvënie me qëllim. Unë do t'ju kisha bërë apel dhe do t'ju kisha lutur mitësisht qytetarëve që të bëjnë kujdes, sidomos në këto muaj të cilët janë, apo kjo javë e cila pritet të jetë java më e nxehtë e këtij viti, do t'ju kisha lutur pasi që në gjithë në nivel të shtetit, do thotë edhe në komunat të tjera në Maqedoninë e Veriut, ka zjarre dhe mungojnë ekipe të cilët do duhet të intervenojnë nga ajri. Ne dje kërkuam edhe nga ndërhyrje nga ajri që të intervenojnë në komunën e Arcës, por far profesionalizmit të ekipeve të zjarrfikësit që erdhën në ndihmë edhe nga ana e Tetovës, me mjetet të cilët disponojnë, arritëm shumë shpejt të lokalizojmë zjarrin. Gjithashtu vlen theksohet një falënderim ju japim edhe banorëve të cilët dolën në ndihmë me mjetet të cilët posedonin dhe në një afat shumë të shkurtër themi ne, ka qenë diku 4 orë luftë me zjarrin, 4 deri 5 orë dhe arritëm të lokalizojmë. Sa dom ka vë, sa hektar janë përfshirë? Sot i kemi në terren ekipet të cilët janë në komunë, ata do të vërtetojnë saktësisht se sa do të thotë atar ka djegur në fshatin të Arcës, por kemi arritur të parandalojmë që mos të kaploj fshatrat e tjerë dhe njëkohësisht mos të kaploj edhe komunën e Jugonovcës. Memiqi shtoi se vetëm gjatë një muaji ka pasur rreth 30 ndërhyrje në këtë zonë, andaj u bëri apel qytetarëve të kenë kujdes, veçanërisht gjatë javës me temperatura të larta, pasi siç tha, zjarret po rrezikojnë edhe buxhetin komunal dhe ekipet e emergjencës.